Duke nisur nga kjo e hënë 13 tetor, autoriteti rrugor shqiptar do të nisë ndërhyrjet për riparimin e shtresave asfaltike në aksin rrugor Vor-Uraj-Dajlani, çka do të sjellë bllokimin e qarkullimit të automjeteve në disa segmente. ARSH thotë se do të zbatoj projektin emergjencë për riparimin e nënshtresa dhe shtresave asfaltike në segmentin rrugor Vor-Uraj-Dajlani, që synon përmirësimin e cilësisë së qarkullimit dhe sigurisë rrugore në këtë aks të rëndësishëm. Për pasojë të punimeve, ndalimi i qarkullimit do të zbatohet në drejtimin Vor-Durrës në segmentet Vor-Maminas, Maminas-Sukth, Flak mbi kalimin Shkozetit. Punimet në çdo pjesë të listuar pritet të zgjasin nga 1 deri në 2 ditë, ndërsa qarkullimi do të devijohet në rrugën alternative Vor-Maminas 4 rrugët e Shijaku-Durrës. Pas përfundimit të punimeve në krahun Vor-Durrës, ARSH ka paralajmëruar se do të nisë ndërhyrja dhe në drejtimin e kundërt Uraj-Dajlanit-Vor me të njëjtën ndarje segmentesh dhe kohëzgjatje. Kjo do të thotë se trafiku në aksin kryesor që lidh kryeqytetin me portin e Durrësit do të jetë i kufizuar për disa ditë. Ndaj drejtuesve të mjeteve u kërkohet kujdes dhe respektimi i sinjalistikës së vendosur gjatë punimeve.